Disa persona humbën jetën dhe dhjetëra të tjerë u plagosën pasi urat në 2 rajone të ndryshme ruse në kufi me Ukrainën u shembën gjatë natës. Në Briansk, një ur u shemb mbi një linjë hekurudhore. Si pasojë, një tren pasagjerësh me destinacion Moskën doli nga shinat dhe shkaktoi vdekjen e 7 personave, tha guvernatori i rajonit rus. Mbi 60 të tjerë u plagosën, përfshirë 3 fëmijë, shtoi ai. Në një deklaratë të postuar në Telegram, Hekurudha e Moskës pretendoi se ura ishte shembur si rezultat i ndërhyrjes së paligjshme në operacionet e transportit. Ndërkohë, zyrtarët rus njoftuan se në rajonin fshinj të Kurskut u shemb një urë hekurudhore, ku si pasojë doli nga shinat një tren mallrash dhe u plagos makinisti. Autoritetet ruse nuk dhanë detaje mbi shkaqet e incidenteve, por prokurorët njoftuan se po hetojnë 2 ngjarjet që nuk dihet nëse kanë lidhje me njëra tjetrën. Ndërkohë, ushtria ruse kreu të paktën 7 sulme me dron në rajonin Ukrainas të Zaporizhjas gjatë natës. 3 persona u plagosën, shtëpi dhe infrastruktura kritike u dëmtuan nga sulmi i Rusisë, njoftoi kreu i administratës ushtarake rajonale në Zaporizhja. Nga nisja e pushtimit rus, Rusia dhe Ukraina kryen shpesh sulme të ndërsjella ndaj infrastrukturës kritike, shumë prej të cilave kanë objektiv rrjetet hekurudhore. Kievi thot se Moska përdor hekurudhat për të transportuar trupa dhe armatim për forcat e saj që luftojnë në Ukrainë. Incidentet ndodhen në prag të një takimi të dytë të mundshëm me zyrtarëve rus dhe ukrainas në Stamboll, ndërsa fuqitë perëndimore të drejtuara nga Shtetet e Bashkuara vijojnë përpjekje diplomatike për ditën fund konfliktit 3 vjeçar mes 2 vendeve fqinje.